në fund të emisionit do një smundje tjetër e cila sot është e përhapur dhe për cilat ekziston një parashikim ose një interpretim profetik përveç SIDA-s. Ju përmendet SIDA-s, përmendet opozitetin, por për smundjet për shembull po themi të rrafshit psikologjik. Psikologjik i ka para po, sepse Kurani bukur thotë ومن أعرض عن ذكري فإنه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Kurani thotë bukur ata të cilët ja kthejnë shpinën udhëzimit tim, Kuranit tim, thotë do të kenë jetë të vështirë. Dhe ne zbritim Kur'an që është mëshirë dhe barë shërues për besimtarë. Sot shkenca arriti në atë kulminacion, thotë do shkruan e Kur'anit. Po sa lexohet ai depërton në qeliza. Dhe qeliza thotë dhe vepron në mënyrë baktericide, në mënyrë antivirale dhe i lanë qelizat në paraspesh plot. Domethënë është një ilazh trupor shpirtëror. Mungesa e këtij ilazhi brenda vjen deri te konfuziteti, mungesa besimit, e smundjeve shqetësuese, smundjeve psiqike sot kanë marrë hovë të madh, smundje të ndryshme e paranojave të dyshimit, të ndryshme këtë janë pasojë e mosbesimit, të cilat pejgamberi ka pa thot paraqitën smundje dhe ka bu bukur thot edhe metodën e tij që thojmë ne luftimit të bukur të stresit në mënyrë pejgamberike. Dhe thot nëse jeni të hidhruar, që thot hidhrimi është bazë e smundjeve kardiovaskulare. Kur njëri tha, o i dërguari profet, më këshillo, tha, la tagdat, mësu hidhro, mësu zemro. Edhe një herë, tha, mësu zemro 3 herë. Se dite që o njëri eksploziv, zemrimi shkakton kateholamine, shkakton smundi kardiovaskular, smundi, tha mësu zemro. Po që bëja Rasulullah? Nëse jenë kam, tha ullu, nëse e ullu, shtrinju, nëse nuk mundet, tha, se zemrimi vjen nga shejtani, shejtani nga zjarri, merr abdes, tha, edhe largohet. Më thonë, luftimi në stretit në mënyrë pejgamberike na tregoi si smundje bashkëkohore moderne e cila sot është prezente. Doktor i nderuar, ishte kënaqësi për ne të dëgjonim në këto shpjegime, në këto këshilla, në këto zbërthime kaq të imësishme dhe kaq të dobishme të këshillave profetike në dimensionin shkencor, potencialisht në dimensionin mjekësor që është aq i nevojshëm për njerëzit për ta kuptuar veten e tyre, për të kuptuar jetën dhe ambientin kur e thojmë. Ishim me doktor Ali Iliazin në temën Profeti Muhammed edhe shkencëtar.